Në Ankara përmbahet samiti dhe dita finale e këtij samiti të rëndësishëm të Aleancës Veriatlantike të NATO-s në Ankara, ku siç e kemi parë lider të shumtë nga presidentëve Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, pastaj shefi NATO-s Nikociri, presidenti i Turqisë, liderët e të gjitha vendeve anëtare të Aleancës. Kemi parë edhe përfaqësuesit nga rajoni që janë anëtar të NATO-s, kryeministri i Shqipërisë zotin Edi Rama dhe përfaqësuesit e Malit të Zi, përfaqësuesit e Kroacisë dhe vendeve të tjera. Natyrshëm, siç e kemi thënë gjatë këtyre 2-3 ditëve të kaluara, ky summit është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ardhmen e Aleancës, për buxhetin e planifikuar për Aleancën në vitet e ardhshme dhe sidomos për industrin, ajo që është e ardhmja, inovacioni te industria, fokusi dhe ndihma për Ukrainën. Në këtë summit realisht Ballkani Perëndimor nuk është në agjendën zyrtare. Megjithatë, në një takim të përbashkët që kishim ne gazetarët e mediave nga Ballkani Perëndimor dhe nga vendet si Ukraina, Bielorusia dhe vendet tjera të Evropës lindore, gjatë një diskutimi me zyrtarë të lartë të NATO-s, njëri prej tyre na ka thënë që megjithatë Ballkani Perëndimor mbetet prioritet i lartë në agjendën e përgjithshme të NATO-s dhe NATO nuk do të lejojë vakum sa i përket destabilizimit të Ballkanit. Gjithashtu ky zyrtar ka thënë për Telegrafin se NATO vlerëson rolin e jashtëzakonshëm që ka KFOR-i për paqen dhe sigurinë e stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe rajon. Megjithatë, pra Ballkani nuk është këtu i përfaqësuar me përfaqësuesit e tyre, le të themi, nga Kosova, Bosnia Hercegovina dhe Serbia. Në anën tjetër, shtetet anëtare të NATO-s nga Ballkani si Shqipëria, Kroacia dhe Mali Zi janë këto. Gjithashtu, gjatë këtyre ditëve ka pas një siguri të jashtëzakonshme në kryeshtetin e Turqisë Ankara, ka pas një organizim të jashtëzakonshëm, rrugë kanë qenë të bllokuara gjatë këtyre 2-3 ditëve në pjesën ku është mbajtur samiti dhe aktivitetet. Gjithashtu ka pasur edhe numër të madh të gazetarëve nga bota, por edhe nga rajoni Ballkanit Perëndimor, nga pjesa e Evropës, për shkak të rëndësisë që kishte ky summit, sidomos për të ardhmen e summitit dhe planet që pritet të ndodhin në të ardhmen në 5 vitet e ardhshme apo edhe më shumë. Nga Ankaraja për Telegrafin, Muhamet Hajrullah.